Rikthehemi tani në studion e Sportfolios në Radio Dukagjini. Bledor Tola ne kemi bashkë me neve. Faleminderit shumë që sonte Bledor me neve. Mirë se je, faleminderit për juve. Një histori pak a shumë interesante sillet rreth teje. Kjo të bën edhe pak të veçantë. Opinionist, futbollist aktiv ende, edhe trajner i skuadrës Deçanit. Jo, në shkollën e futbollit. Po, shkollën e futbollit. Po, so e bën të vështirë realisht me i përtheku tria. Më thonë drejtën dashnia që kam për futbollin ma leçon shumë rrugën, edhe pse ka sfida patjetër. Unë ju thesi një shkollë të futbollit tash e 3 vite, cilën e kam produkt të durve të mia, ashtu si më thonë, edhe luj si lojtar aktiv të KFDC-n në ligën e dytë. Shfrytëzoj rastin, sot zyrtarisht mbetëm Çfarë do të pyet pasane. Edhe më vjen mirë se pas një viti me shumë sakrifica arritëm të jemi prap sezonën tjetër pjesë e ligës së dytë. Ka pas probleme, ka pas sfida gjatë tërë vitit, po sot me rezultatin e sotshëm arritëm të jemi zyrtarisht edhe për një vit në ligën e dytë. Sa i përket pjesës së trajnerit, kam shkollën time private, thirret Golden Boys, edhe jemi mundu që ja japim hakun këtij emri me shpresën se të sjesim djemtar në të ardhmen. Punoj me 4 gjeneratat, të cilat janë në gara. Padyshim janë sfida organizimi, udhëtimet, stërvitjet, edhe anën tjetër duke lujt edhe vetë si lojtar aktiv. Është një sfidë në vete, po dashnia për futbollin padyshim se imposh gjitha këtu, kështu që na jemi të mishnum me futbollin, edhe si familje, edhe si qytet, edhe pse jemi qytet i vogël, kështu se bëjmë me kënaqësi. E përmend edhe familjen. Po. Nuk je veç te, jeni komplet një familje që keni qenë rreth futbollit, bele vllahun e vogël tash Po. e ki aktiv edhe është në super formë te skuadra Ballkani Blar Tolaj. Po fatmirësisht Blarti po na zbardh thyrën, edhe ndoshta pe mrin ato që keni pas qafi të tjerë. Kem pas fatin. Po gjithsesi dashnia për futbollin është aty. Unë kom pas edhe babain futbollist profesionist. Në kohën e ish Jugosllavisë ka luajt një kohë gjatë në ligën e dytë federative, pastaj ka luajt në ligën e parë të Kosovës me disa ekipe, si ka qenë Zvezda Gjilanit e tjera, Kristali Pejes e tjera, mos të futem detaje. Ka qenë edhe me gjeneratën e Muharrem Sahitit? A kam rri? Po, janë faktikisht babi është pak më i vjetër. Po. Edhe bile ma kujtove babi shpesh e përmend e ka pas cilësit edhe futbollin e vogël, po ka thonë kur e kom pa Muharremin të luajt futboll të vogël, kom menduar se nuk di me luajt futboll. Kështu se Muharremi, unë kom pas rastin mi pa në disa turne, në disa raste futboll të vogël, është me të vërtet një për atë moshë që unë e kom pas, unë se kom rri si lojtar të ri, është një fenomen vete. Kështu se mirë se ma kujtove se e kom pas rastin edhe vetë me pa. Kështu, kjo është deklarat, domethënë citati babait tim, se ka thonë kom menduar se s'di me lujt kur e kom pa ata të lujt, kështu se çfarë fjali. Po më intereson me ditë se tash i provon dyjat, e provon edhe punën e trajnerit, edhe këto të futbollistit. Po. Për ty, cila është punë më e vështirë? Nuk ka diskutim, domethënë për krejt ata që kanë vazhduar rrugën si trajner, nuk ka diskutim se shumë më e vështirë, jo pak, po shumë më e vështirë është puna e trajnerit, për shkak se ka shumë specifika për cilat dush mu kujdes. A kupton, për shembull si lojtar, krejt çka të vyn është me dhon maksimumin fush, mu kujdes për trupin ton, gjumi, ushqimi, padyshim edhe këto janë sfida në veti, po si trajner është shumë e vështirë për shkak se është një gamë gjëre gjana për cilat ti dush mu kujdes, se du të me menaxhu egot njerëzve, pavarësisht unë punoj me mosha të reja, po është njëjta logjikë edhe te ekipet senior, sidomos aty ka ego edhe më të mëdha. Kështu që duhet më përgatit stërvitjen, duhet më përgatit plane, duhet me pa disponimin, krejt të janë në menaxhimin ton si trajner, edhe padyshim që përpos aspektit profesional të punës është edhe aspekti menaxhimit njerëzve që nuk ka dyshim se është pej aspekteve më të vështira është menaxhimi i njerëzve, për shkak se njerëzit janë ka karaktere të ndryshme. Janë të ndryshëm edhe padyshim se secili e ka atë formulën e vet, cilën dush më përpjek me azet. Te puna e trajnerit ke arrit me përfunduar edhe një pjesë të shkollimit, deri kur ke arrit? Po, kam arrit deri te licenca B, faktikisht e kam përfunduar licencën B.
Metoj shumë shpejt të vazhdoj me licencën A, edhe pse nuk mu ka ngut shumë për arsye se ende nuk udhëhesin ndonjë ekip senior. Po shpresoj me lujt edhe pak. Shëndeti po na lejon, kështu që shumë shpejt mendoj vitet e ardhshme s'po jap numra, po besoj shpejt mu pajis deri te licenca pro, që është edhe shkollimi më i lartë i licencimit. Futbolli është pasion jetësor për mua, kështu që krejt atë që s'ko mujt me bo përkundër një pjesë të karrierës që kom bozi futbollist, metoj ta transmetoj si trajner, shpresoj ta kem fatin të arrijë një gjatë të tillë. Punën po e bojmë, mundin po ja bojmë, po shpresoj me pak fat me qenë të ardhmen pse jo një emër i madh si trajner. Me Deçanin e sigurut mbjetesën në Ligën e dytë. Sot barazum ndeshën 3-3 në Rahovec. So ka qenë e rëndësishme për klubin, a e keni pasur si objektiv qëndrimin? Realisht Deçani është një qytet që don shumë futbollin, edhe me thonë drejtën klubi para 2 vitesh ka qenë një krizë të hatashme, edhe i përgëzoj udhëtësinë aktuale për forcat që kanë gjetë me disa djemë të ri, fillimisht kanë mbet në ligë para 2 vitesh, pastaj tash në vit e gjys skuadra është kompletu knaqshëm, edhe si vjet me disa rrëshqitje në rezultate kemi përfunduar në pjesën e poshtme, po asnjëherë nuk kemi pasur atë frikën se mund të rrezikojmë me radhë, për shkak se edhe skuadrat e poshtme kanë qenë me kualitet goxha dopt, mirë po edhe grupi te na ka qenë goxha homogen, edhe kem shpresuar që në fund të arrijmë kësaj që arritëm sot. Rëndësia është padyshim jetike, për arsye se edhe për kraja, qoftë institucionale, qoftë edhe private, është më e madhe kur shohin rezultat. Kështu që xhirot e fundit kem luftu goxha shumë për të arritur një gjë të tillë, edhe sot u kurorzu edhe matematikisht zyrtarisht jemi pjesë e Ligës së dytë edhe për një sezon. Shpresojmë të ardhmë në pas organizim që me sien për skuadrave që synojmë me kalon Ligën e parë patjetër, dhe pastaj pas hapi kështu me marrë vetë. Nëse nuk Superligën, padyshim se futboll tash dyrët e futbollit janë hap shumë, unë shpesh kam muhabet edhe me nxënësat që i stërviti vet. Në kohën tonë, edhe pse nuk i kam shumë vite mirë, po në kohën përvoja. Me thonë drejtën mu 60% e karrierës bashku kur Kosova nuk është kone pranuar në UEFA dhe në FIFA. Kështu që kanë dalë disa emra aty këtu përmes rrugëve të ndryshme, po rrugët kanë qenë shumë të vështira. Tash me një sezon të mirë, me një provë, me një trial, si mundën me bo fëmija në një moshë të re, mundën me nënshkru kontrata. Absolutisht. Ashtu ka dalë edhe vëllavja, për shembull ka shku në prova në Hajduk, ka nënshkru kontrate, ka qu dhe në fund kontratën përkundër se ka luajtur për mosha të reja, është ftu kopa shkollave te ekipa parë. Tani u kthyn Prishtinë kështu me radhë. Po do të thonë, tani rrugët janë shumë atleta për me arrit deri te suksesi. Bota është bo shumë e shpejt, po edhe me mundësi shumë të mëdha. Kështu që një njeri me synime që punon shumë, padyshim se ka shumë atlet. A ka brëm te Golden Boys nga ajo çka ke arrit, çka ki prej nxënësave deri më tani? Ka brëm, realisht ende jemi një shkollë e vogël, tash ende si kem mush 3 vite, edhe shtoja faktin se Deçani është një qytet i vogël. Unë jam veç shkolla e dytë që punoj në Deçan, është edhe një shkollë tjetër. Padyshim ata kanë më shumë lojtarë, sepse kanë një kohë më të gjatë, punojnë tash 12 vite nëse nuk gaboj. Ka brëm, i kam një 3-4 lojtarë që shpresoj që në të ardhmen munden me bo diçka me futboll, mirë po te futbolli i rive është një karakteristikë shumë interesante, se vjen një moment që ata nalen, a kupton, veç si me prek një buton, nalen. S'dojnë më. Ose s'dojnë, ose vjen një rrethane caktuar që e pamundson me arritjen e tyre. Për atë arsye përpjekna shumë me punu në aspekt psikologjik me ta, se futbolli për jonës jashtëm është shumë i bukur, mirë po kur kalon profesionalizëm e mbrëmshme e futbollit e ka një presion, një stres të jashtëzakonshëm për sukses, a kupton se unë e kom prek futbollin profesionist pak, mirë po di edhe përmes vllajt, edhe përmes provojës që kam me njerëz futbollit, don shumë punë. Padyshim se kur çdo profesion tjetër don shumë punë për të arritur diçka. Mirë po kur është brumi, është bo hapi i parë. Nëse nuk kishin brumi, atëherë nuk e kemi as hapin e parë. Kështu që unë shpresoj
një pjesë shumë e vogël e fëmijëve kalojnë profesionalizëm. Mirë, po çka unë shpresoj që do të bëhen profesionalista nëse veç punojnë në drejtim, janë ndikon 3-4 emra në shkollë që i kam që besoj që perfekt. Kjo është e arritur, nëse është shifra 3-4 veta është e arritur se nuk bëhet secili. Suksesi i trajnerit e mosha të reja nuk është matës rezultati e ekipit. Jo. Është sa e mban gjallë dashnin për futbollin. Absolutisht, edhe matësi reali një trajnerit e mosha të reja është që një lojtar që ka ardhur në fillimin e sezonës e ka prek topin mirë ose mjaftueshëm, në fund sezonës me prek topin shkëlqyeshëm. Kjo është rezultati të trajnerat e mosha të reja. Më pengon fakti se në Kosovë ka shumë presion edhe te fëmia për arritje të rezultateve. Për me ndjek rezultat. Po, absolutisht, sidomos edhe prind për shkak të mungesës të informacionit edhe sistemit, matësin real e marrin suksesin në tabelet një skuadre U15, U13, gjë që nuk është reale si sukses. Ata që se provojnë futbollin dyshej që kanë edhe një problemi tjetër që nuk e kuptojnë që një fëmijë mundet me pas zhvillimin e ngadalshëm në fillimet e tij, po mundet me qenë eksploziv në moshë të caktuar. Nëse ka elementet bazike, një lojtari që pa to nuk bën asesi, nëse ka një prekje të mirë, mund të vjen një moment që ai ka më shpërthym me të madha, se një mo. Ose është edhe kundërta, treguam më herë. Po, eksploziviteti në fillim nalet, thjesht nalet vjen një rrethane të caktuar jetësore, ftofet. Edhe dy elemente po duam i prek para fundit, e para Blartin, a ka pas oferta realisht për Blartin gjatë kësaj periudhe se ka pas sezonin shumë të mirë me Ballkanin. Blarti ka pas shumë muhabet, po mendoj me menaxherat vetë edhe faktikisht në trevat shqiptarë po thuaj se nuk ka mbetë ekip i fortë që nuk e ka kontaktu. Disa ma serios, disa ma zyrtaresh, disa, po kuptan. Mirë po, momentalisht e kësha shfrytzu padyshim emisionin me jap ndonjë ekskluzivitet, po nuk është diçka ofër ndaj tash mos përmend jam në Prishtina, Xhilani, Drita, Shkëndia, Egnatia, po të gjitha kanë kontaktu. Këto ajo tham me sinceritetin më të madh. Po padyshim se kur bëhet një sezon e mirë, kjo është e mira asaj që folëm më herët. Tash janë hap dyrt. Domthonë me një sezon të mirë lojtar Blarti ka pothuajse të gjitha minutat luajnë, edhe ajo është statistikë në veti. Shtoja faktin se ka bërë dhe golla, asiste. Një lojtar që luan të gjitha minutat, shtoja faktin e gollave dhe asiste. Tash është koha kur njëri mundet me pas qasje në statistika dhe njëri shumë i thjeshtë. Se le mu tregu që kërkojnë lojtar. Ka pas kontakte edhe me jashtë, po diçka konkrete ende nuk ka. Blarti është fund kontratës me Ballkanin. Sigurisht, tash duhet atje mu ul. Nuk përjashtohet mundësia me qëndru dhe në Ballkan. Shumë e thjeshtë. Ta shohim, shpresoj më të mirën për to. Po, e rëndësishme është që në hap dyrt edhe tash ajo ka tavolinë me mendu ka po do me shku. Po, padyshim kjo është shumë e rëndësishme që gjë që na kënaq edhe neve si familje, edhe si qytet, edhe Blartin personalisht, për shkak se është një është karakteri i dorën në zamër, dallon prej juve tjerëve shumë. Po, si ashtu, si me spekoni të qanit. Sot tigër. Edhe e fundit, Bledar para se me të shumë u largu, finalja shumë e rëndësishme Arsenal Paris Saint-Germain, në sytë e to. Kom analizu shumë skuadrën Arsenalit këtë sezon për kundërsion si e ke rival ashtu jam tifoz i Manchesterit. Nuk ose na pëlqen shumë, po kjo është e rëndësishme kur projekti besohet një trajner, edhe këto kanë dëshmuar më së miri Arsenali me Mikel Artetën. Padyshim që ka bëu edhe shpenzim edhe të gjitha, po Arsenali ka ndërtuar një fortesë shumë të fortë. Po nuk duhet ta nashkaluar fakti se Paris Saint-Germain është një superfuqi momentalisht edhe është shumë atraktive, përballet një mbrojtje shumë e fortë si ajo e Arsenalit me një sulm atomik si ai i Parisit. Me thonë drejtën, bile kom pas rastin pikërisht në okazjon me fol në një emision në përgjithësi për rrjedhën e Champions League, sonë kom pa Bayernin qysh në fazën e hershme të ligës si skuadër pretendente. Më duhet deri dikon ai parashikimi, po jo deri në fund. Po disa detaje kanë vendosur padyshim sfidën Bayern Paris, po nuk pajtohen as se me shumë njerëz që thonë se ka okone hishme me qenë ajo finale për shkak se Arsenali ka një sezon top edhe në Premier League, po edhe
edhe në Champions League është skuadra nëse nuk ka bëj me mbrojtjen më të mirë dhe nuk ka humbje ende. Po kam poshtë edhe Bayernin më herët. Edhe kam poshtë Bayernin, edhe është në Premier League ka pas disa ngjecje të vogla mirë, po në një nivel tillë të gara kur jeni Skiqare pa bukavime. Gjithë frontet, presioni, e thash më herët. Presioni në futboll profesionist po është i jashtëzakonshëm. Domthonë pjesa masa thjesht e njerëzve, fansa nuk mundën as nuk e kanë idenë se sa presion i jashtëzakonshëm është futbolli profesionist për futbollista, për trajnera, për zyrtar, për gjithë. Ka në shef fitues. Shumë e vështirë. Allah, e vështirë. Janë dy taktika të ndryshme. E vështirë është mirë, me po dy trajnerë shumë të ndryshëm. Mirë, po mendoj se Arsenali po i arrin sukseset me sforcim pak. Edhe atmosfera më relaksuar, më si thon, më sportive brenda Parisit, mendoj se e favorizon pak. Kështu se Arsenali. Parisin janë më të relaksuar. Arsenali ngurt. Ndoshta edhe shumë vite të kërku trofeje. Nivoj psikologjik. Po e ka bo me sen pak më i sforcuar, kështu se kur ka sforcim edhe në momente kyçe pastaj ndodh edhe presioni edhe gjithë ato. Kjo është biseda jonë e parë, po unë po shpresoj që ka me vazhduar edhe tutje. Për mua është kënaqësia e jashtëzakonshme. Po shkojnë minutat shumë shpejt. Sidomos dy veta që komunikojnë. Padyshim. Po unë uroj që komet pa shpejt prapë përsëri këtu në Radio Dugaxhin, diskutojmë më gjatë për Superligën e Kosovës, edhe për gjithçka rreth futbollit. Padyshim. Faleminderoj shumë për kohën që keni dhënë. Faleminderit për juve. Respekt për juve. Faleminderit shumë.